Aksidenti rënd në vend humb jetën 16 vjeçari. Një 16 vjeçar ka humbur jetën në Shkodër pasi u aksidentua rënd në vendin e quajtur Stom Golem. Mësohet se bashkë me viktimën udhëtonte edhe një 14 vjeçar dhe është aksidentuar rënd po ashtu. Shkodër, informacion paraprak. Rreth orës 18:20 në vendin e quajtur Stom Golem dyshohet se një i mitur 16 vjeçar duke drejtuar një motomjet ka humbur kontrollin mbi drejtimin e motomjetit dhe përpasoj motomjeti ka dalë nga rruga ku 16 vjeçari ka humbur jetën në vendin e ngjarjes. Në motomjet dyshohet se udhëtonte edhe një i mitur 14 vjeçar i cili u dërgua në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave dhe shkakun e aksidentit, njofton policia. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.